nderuar miq, Britania e Madhe po tenton për disa herë për të vënë në jetë një plan për të sjellë imigrantët të cilëve u është refuzuar azilin në Britaninë e Madhe për të sjellë në Ballkan. Sipas BBC-s, në një shkrim të publikuar së fundmi, në listë janë disa shtete që mund të merren në konsiderat, mes tyre edhe Shqipëria. Por a do të pranojë Shqipëria pas Italisë që të bëhet një qendër pritse? Për më shumë, çfarë po ndodh në Britaninë e Madhe në lidhje me Shqipërinë, do të flasim me avokatin e njohur, zotin Naim Hasani, i cili jo vetëm avokat, por në këtë zgjedhje do ta kemi edhe kandidat për deputet në qarkun e Shkodrës me koalicionin Euroatlantik. Zoti Hasani, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje dhe shumë faleminderit për ftesën. Zoti Hasani, çfarë kur shkruan BBC-a do thotë që diçka po lëviz këtu, por çfarë po ndodh me negociatat pas skene? A ka shanse që pas Italisë të bëhemi qendër pritse edhe për emigrantët në Britaninë e Madhe? Padyshim, duke parë numrin e madh të emigrantëve pa ligjshëm që kanë kaluar nga Franca drejt Britanisë, sidomos këto 2 muaj e gjys që nga viti i ri deri tani, kemi pas një numër rreth 5.000 emigrant pa ligjshëm që ka një rritje rreth 25% krahasuar me të njëjtën kohë vitin e kaluar. Qeveria britanike padyshim duke mbajtur për premtimet e saj elektorale për të cilat ka në pushtet vitin e kaluar në korrik, do të intensifikojë luftën kundër migracionit pa ligjshëm. Ka qenë motja e saj kryesore mbas ndalimit të politikës qeverisë konservatore të kryeministit Rishi Sunak për dërgimin e emigrantëve të paligjshëm në Ruanda, ka qenë që çdo kërkesë për azil në Britani duhet të shqyrtohet dhe qeveria dhe Ministria e Brendshme të marrin masa që këto të shpejtohen dhe vendimet të merren sa më shpejt dhe ata që nuk kanë të drejtë që ndojnë në Britani të largohen menjëherë. Po përveç kësaj, qeveria britanike ka shpallur në motiv kryesor luftën kundër bandave kriminale që organizojnë të trafik të tmerrshëm me qenit njerëzor që shumë shpesh ndodh fatkeqësisht edhe me viktima. Dhe në këtë kontekst, përveç kësaj lufte frontale ndaj elementeve kriminal dhe trafikantë që organizojnë këtë trafik pa ligjshëm, qeveria britanike po shqyrton një masë absolutisht që nuk mund të parashikoheshëm më parë, atë të dërgimit të emigrantëve të pa ligjshëm që u është refuzuar e drejta e qëndrimit në Britani. Kjo është kontrasti i madh me qeverinë konservatore, që është refuzuar e drejta e qëndrimit dhe nuk mund të kthehen në vendet e tyre. Bëhet fjalë për shtete si Afganistani, Irani, Siria, Libia, Somalia, Jemeni dhe Sudani, të vende që është pjesa më e madhe janë në vende në gjendje lufte ose në regjime diktatoriale ose në mungesë të kaosit total, dhe ata që nuk është refuzuar kërkesa për azil qëndrojnë në Britani edhe pse nuk kanë leje për të qëndruar dhe bën një shpenzim, një taksë madhe, një barrë madhe për taksa paguesit britanik, për arsye sepse siç dihet edhe publikisht pjesa më e madhe e kërkuesve që ndojnë në hotele dhe është një faturë jashtëzakonshme. Në këtë kontekst, qeveria britanike në bashkëpunim me Bashkimin Evropian po merr një plan të gjerë për trajtimin e emigrantëve të paligjshëm dhe në këtë kontekst Britania po negocion me disa vende të Bashkimit Evropian të Ballkanit Perëndimor në kontekstin e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian për dërgimin e emigrantëve të paligjshëm në vende si Shqipëria, Bosnia, Serbia dhe Malizi. Por në këtë kontekst, marrëveshja e parë që pritet qeveria britanike të ketë është me qeverinë e Shqipërisë, duke parë se janë 2 qendra bosh të lëna bosh nga pamundësia e qeverisë italiane për të sjellë emigrantët nga Italia drejt Shqipërisë, dhe pikërisht në Shëngjin dhe në Gjadër, dhe duke qenë se janë vende bosh, qeveria britanike dëshiron të ketë si prioritet dërgimin e emigrantëve të paligjshëm që nuk mund të kthehen në vendin e origjinës, mbajtjen e atyre në Shqipëri derisa të krijojnë kushtet për kthimin e tyre në vendin nga kanë ardhur. Dhe të gjitha shpenzimet për këtë qëndrim në këto kampe do të thosha që janë në Shqipëri do të mbuluhen nga Britania. Kjo është padyshim është një zhvillim i ri. Komisariati i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët dhe Amnesty International kanë ngritur zërin në një farë mënyrë duke pas rezerva për këtë plan, por qeveria britanike bën këtë për ata persona që u ka marruar çdo e drejtë për të qëndruar në Britani dhe kanë humbur çdo gjyq, do të thënë kanë marruar të gjitha burimet ligjore për të qëndruar atje. Zoti Hasani, pra atë që kryeministri ka mohuar më parë në disa deklarata, sipas mediave britanike, në këtë rast për këtë moment ka negociata.
Qeveria britanike padyshim edhe kryeministi Keir Starmer e ka pas të si ide të preferuar dhe negociatat mes Shqipërisë, Bashkimit Evropian, Britanisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit perëndimor as nuk mohohen, as nuk kontribuohen, por padyshim pas dyrave të mbyllura, qeveria britanike është shumë e interesuar që të shfrytëzojë dy kampet e mbetura bosh në Shqipëri. Zoti Hasani, për sa i përket të dënuarve që solli Britania, pas tyre si kompensim erdhën disa furgonë dhe bazë materiale, por në këtë rast me çfarë mund të ndojë Shqipëria, çfarë flitet andej? Çfarë do marrë si kompensim? Unë besoj që Shqipëria do marrë si kompensim shfrytëzimin e vendeve që është ngritur dhe janë bosh. Dhe gjitha faturat për mbajtjen e këtyre migrantëve të paligjshëm që nuk kanë të drejtë përqendruar në Britani do të paguhen nga Britania e Madhe dhe shpresohet që këta shtetas të huaj të vinë në Shqipëri të mbahen brenda qendrave të mbajtjes së migrantëve dhe në një moment të dytë kur qeveria britanike të ketë krijuar mundësinë për të kthyer këta persona në vendin e tyre, atëherë ata merren nga Shqipëria dhe bëhen në vendin e tyre të origjinës. Kjo është në procesin e konsultimeve, besoj ka negociata që mund të jetë duke vazhduar edhe tani, por besoj që qeveria britanike duhet të më shumë të harxojë energjinë për përfundimin e kërkesave për azil, marrjen e vendimeve dhe dërgimin në vendet e origjinës të këtyre individëve. Besoj është shumë e kushtueshme dhe jo kost efektive për të dërguar këta emigrantë në Shqipëri për të mbajtur atje dhe taksapaguesit britanik të paguajnë shtetin dhe qeverinë shqiptare dhe padyshim kryeministin e Shqipërisë për një marrëveshje që nuk besoj se do të sjellë frut jashtëzakonshëm. Zoti Hasani, për të ndalur tek një tjetër çështje tashmë tek vizioni juaj britanik për Shkodrën, aty ku ju kandidoni pranë qarkun e Shkodrës. Si është ky vizion, pse morët këtë vendim dhe sa pritshmëri keni? Padyshim duke parë angazhimin tim për më shumë se 20 vitesh në Britani si avokat dhe duke qenë në frontin e parë, në vijën e frontit me emigrantët shqiptar që janë larguar ndër vite nga Shqipëria për arsye nga më të ndryshme dhe jam shumë në dijeni të arsyeve dhe pse ata largohen nga Shqipëria dhe problemet që kanë dhe unë dëshiroj të kontribuoj që Shqipëria të mos jetë me popull i komonëve, që mos jetë me burim i emigracionit paligjshëm, por të ketë një tarme evropiane qytetare demokratike si çdo shtet tjetër në Evropë dhe të ketë një vend demokratik Shqipëria dhe shqiptarët dhe të rinj dhe të rejat dhe çdo shqiptar ta ketë të ardhmen e tyre në Shqipëri, jo rrugave, jo duke u larguar, jo duke u bërë Shqipëria një vend i pabanueshëm, një vend ku çdo qytetar mendon të largohet dhe është frenimi me çdo kusht i shpopullimit i këtij fenomeni të jashtëzakonshëm që po shkatërron në gjenezë Shqipërinë. Në këtë kontekst, unë e kam pranuar ofertën e zotit Basha me shumë kënaqësi për të bashkuar koalicionit Euroatlantik. Unë kam milituar për shumë vite në Partinë Demokratike dhe që nga viti 2017 kam drejtuar degën e Partisë Demokratike në Britani. Dhe krahas funksionit tim zyrtar kam kontribuar në një farë mënyrë në politikën e Shqipërisë, por kontributi im duhet të jetë drejt për drejt për një Shqipëri ku sundon ligji, ku sundon e drejta dhe qytetarët janë barabartë mes barabartëve, ku krimi, korrupsioni dhe lidhjet e krimit me politikën shuhen një herë për gjithmonë dhe çdo politikan i cili është i lidhur me krimin e ka vendin në burg dhe jo në majat e politikës dhe në parlamentin shqiptar. Zoti Hasani, edhe një pyetje të fundit kam, fokusi juaj i fushatës do të jetë vetëm në Britani apo edhe në Shqipëri, në kryeqendrën e Veriut? Padyshim, duke qenë se jam rritur në Shkodër, fokusi im do të jetë qytetarët e Shkodrës, por edhe qytetarët e Shqipërisë, shqiptar nga Shkodra që jetojnë në Britani dhe fushata ime do të jetë edhe në Shqipëri, edhe në Britani, padyshim, duke parë se gjysma e popullsisë, gjysma e qytetarëve shqiptar jetojnë jashtë Aldeu dhe një pjesë e madhe e tyre jetojnë në Britani. Fokusi im do të jenë padyshim emigrantët shqiptar nga Shkodra dhe nga gjithë Shqipëria që jetojnë këtu, por padyshim interesimi drejt për drejt për çdo lagje, çdo fshat në qarkun e Shkodrës, nga Malësia e Madhe, Shkodra, Puka, Fusharsi dhe Vadesi dhe do të jem atje në ditët në vazhdim. Shpresoj dhe besoj që qytetarët e Shkodrës, qytetarët shqiptar ta kuptojnë se koha e dyshes apo e treshës Rama, Berisha, Meta ka marrë fund dhe që Shqipëria kërkon dhe qanë për një ndryshim.
Zotë Hasani, unë ju uroj që në shtator të jeni pjesë e parlamentit të ri. Të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit shumë, gjithçka për Shqipërinë, për dheun tonë.